Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonata e parë kam mbritur, urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Që për kadastrën të të ndrejtën, ta ka gjithë Belaja, nga i Albania me Kalamaqë, ne vetë nuk marim vetë në Albania, po për ne shtresën që nuk mermi të me i Albania, si po atë për vlatë. Ato kjetë në Rusi kjo punë, unë promi 20 vjetë me pronat, shko me mori të api, nuk që asë njeri, nuk hapderë. A ka Rusi kjo punë, Qartë, për kadastrën do të jetë dhe para grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ditën e shtunë do të drejtoria kadastrës dhe ministri që mbulon sektorin. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, ku ju vetë përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi nga realitetet tona të përbashkëta. Telefoni 045 620 601 ofron mundësinë që të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme dhe ta diskutojmë në këtë forumin, në qoftë se do ta quajmë kështu, këtë takimin ton të çdo mëngjesi. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Kam dëshirë që qasë me Bashkim Hoxhën. Po bashkë jemi duke folur dhe publiku po na e dëgjon dhe këtë bisedë. Bashkë jemi duke folur, urdhroni. Bravo. A ka mundësi të lidhem direkt me te? Direkt jemi lidhur, zotri. Publiku po na e dëgjon dhe këtë bisedë. Telefonin e hapun drejt për drejt në ekran. Flisni, çfarë doni të bisedoni? Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë. Zoti Bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam dëshirë që të flasë për dy figura të Shqipërisë. Po, urdhroni. Enver Hoxha 50 vjet të punu, herë me pare, herë pa pare. A më kupton, herë me pare, herë pa pare, punoj. Kurse Sali Berisha, herë me pare, herë pa pare, shkatroj. Ky është mendimi që doni të ndani me publikun këtë mëngjes. Ndove, të lutem shumë, ku i jepni drejt? Si të drejtë? Ne kemi gjykat këtu që të japim të drejtë. Ju thoni opinionin tuaj dhe publiku e dëgjon opinionin tuaj gjithashtu. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Në telefonin ton të përbashkët, telefonin qytetarëve, u luftoj që të sjellim realitetet qytetare, të sjellim problematikat me dëshirën e mirë për të sensibilizuar për një realitet më të mirë për të gjithë. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Flasim direkt në misionin Po, direkt, shu e kemi, për 29 vjetës, kemi hyrë në vitin e 30 tani. Po, urime dhe ju ndjekim gjithmonë. Faleminderit, urdhroni. Unë doja të ndaja një shqetësim dhe doja t'ju marrë shumë nga minutat tuaja të vlefshme. Por jam një qytetare këtu nga Tirana. Po? Edhe nuk na kanë kaluar pensionet. E gjykuam në fillim se do t'ishte dita pushimit. Megjithatë të tjerëve u kanë kaluar në bankat e tjera. Unë jam se banka OTP. Unë edhe disa të tjerë... Po nuk e keni marrë në datën 20, si shmerët gjithmonë? Jo, nuk nga ka ardhur as mesazhi, si kemi bërë atë lidhjen, edhe u paraqitëm, si që është ajo njëherë 6 muaj që duhet në shkuar. Po, është paraqitja që rinovimi kontratës që i thonë ata, për në fakt që duhet vërtetojmë që jemi gjallë. Nuk jeni paraqitur në kohë? Jam paraqitur në kohë, bile atë ditë kur isha në bank, për veprimet e tjera, më erdhi mesazhi që duhet paraqites, ndërkohë që unë kisha vajtur atje. Edhe me sa duket banka nuk e ka bërë mirë detyrën e vet për të përcjellë në sigurime shoqërore. Nuk e di, është nga banka apo nga instituti, janë gjëra që zakonisht kur kemi trajtuar një çështje të tillë, ishte banka që nuk ishte komunikuar me sigurimet shoqërore në kohën e dur. Desha të ditë me të ku që ndron kjo... Kam përshtypjen në qoftë se është një rast i ngjashëm si me atë që kemi trajtuar më parë, atëherë është banka nuk ka vepruar në kohën e dur me sigurimet shoqërore. Sigurimet shoqërore sapo i shkojnë njoftimet e bankës, i bënte pagesat. Unë ju falenderoj sidoqoftë që sillni këtu problemin shqetësimin tuaj
i cili ka dhe një shqetësim tjetër që nuk po gjen zgjidhje. Të gjithë pensionistët detyrohen 2 herë në vit të paraqiten fizikisht në bankë për të vërtetuar që janë gjallë, pavarësisht se është hequr ky term dhe është vënë termi për të firmosur kontratën e vazhdimësisë së marrëdhënies me bankën. Por në thelb ajo është një gjë e tillë që e poshtron dhe e fyen. Imagjinojë tani një njeri në moshë të thyrë i cili duhet të vërtetojë para bankës që është gjallë. Duhet të vërtetosh se i gjallë është një temë shumë absurde dhe tepër makabre. Megjithatë është ngritur zëri për këtë problem, akoma nuk po gjendet një zgjidhje në një kohë kur të gjitha veprimet mund të gjenden online. Banka mund të komunikojë me gjendjet civile për statusin gjallë apo i vdekur personi. Janë mënyra të tjera që në këtë shtetin tonë digital mund të lehtësonin këtë poshtrim që i bëhet, këtë fyrje dhe këtë ndjenjë poshtrimi me të cilin paraqiten në bankë qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mu më bën përshtypje me diçka. Urdhroni. Shkarkimi i gazetarit të Ilir Babaramon nga Carlo Bolino, dhe kjo për mua, ose për publikun është qetësuese. Tani, këtu nuk pati reagim nga Unioni i Gazetarëve, kjo për të habitur, por as nga kolegët e tij, as nga media, po as nga shoqëria civile. Pash më tepër, as nga avokati i popullit, i cili është Indrik Shabani, që sa Berifën e shkuara, unë jam e artja, edhe shkoja u fut të Partia Socialiste atje, edhe u bë avokat populli, edhe asnjë reagim. Si shpjegohet kjo dhe Bashkim? Ne, unë për vete, kam besim të gazetarë, sepse kam thënë disa herë që gazetarët janë pasqyrimi. Sigurisht, edhe duhet ta keni atë besim, sepse shumë probleme gazetarët i kanë ngritur këtu, duke u bërë dhe interpret të zërit qytetarëve, apo jo? Unë ju falenderoj që sjellni shqetësimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, duke sjellë problematika të rëndësishme nga realitetet tona, siç po vinë tani me të gjitha këto telefonata të deritanishme. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Dëgjova se u prek në gazetë Panorama për çështjen e të shpërblimit të persekutuarve. Për këtë format. Po vjetë që presë mandekët edhe nuk po dalin. Po bëni 2 vjetë që prisni këstin e 5 dhe nuk e merrni. Por ama duhet të dini që nuk është faji i gazetës që nuk e merrni, ë? Gazeta informacionet i merr zyrtarisht dhe i doton për të ndihmuar qytetarët me informacione. Ministri i Financës nuk po i des në për banka që kemi dhe numrin e llogarismeve, Ministri i Financave. Tash nëse tallet Ministri i Financave me ne të përsekutuar që kemi 45 vjet që është tallu komunizmi, të tallen dhe këta, kjo është një turp shumë i madh për mua. O mos të dalin dhe të deklarojnë që do dalin një kesë në 5 me një kesë në 4, kanë dalë me emra më absolutisht jo. Pra mos i nxjerrin listat para kohe, po me sa kam vënë unë këto listat e këstit të 5 kur botohen për gazeta, zakonisht kanë ato emrat e personave që do marrin këstin e 5 dhe duhet plotësojnë dokumentacionin. Po i kam plotësuar dokumentacionin, dhe kam dhënë më tepër. Dhe ju ka dalë emri pastaj në gazetë? Jo, nuk ka dalë akoma. Po pra, sepse listat janë për ata që të marrin për këstin e 5 do plotësojnë dokumentacionin. Pastaj problemi shkon në Ministrinë e Financave. Po, unë i kam plotësuar të gjitha dokumentat. Të gjitha. Biles kam dhënë dhe më tepër dokumenta se që kërkonte Ministri i Financës dhe unë nuk i ka dalë akoma. Atëre pse tallet ministri, pse tallet ministri me neve? Pse tallet me neve? O mos të nxjerri fare, ose të nxjerri dhe të çojnë këtë atje. Qartë. Unë ju falenderoj edhe juve, po. Faleminderit shumë. Faleminderit që sjellni një shqetësim konkret. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, jemi në hapësirën dedikuar të rësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni. Mirëmëngjes. Në met në gjithë të sola me të një fahatë dhe plaskat. Si? Me të marasës në rezervove me kore dhe gjithë fahatë të plaskat me të një bashkëm të një knasi. Se kushtë të plasë me ti marim të gjurë shumë njërë. Po dhe është të rejë këtë
këtë mjegull të në Partinë Demokratike si po ndodhin me këtë pashezir me këtë talionin, ako një fjallë e vjetë e shpreje kur shkën në burg me flok, o del pa flok, o del me flok prime. Kurse ky stadioni ka hyrë në burg me pa flok e dur me flok. Tani, nuk pun të thoni në një mënyrë më të qytetëruar mendimin tuaj? Po pse qartë? Po jo, pra tani, jo, nuk është gjuhë e dur ajo. Nuk është gjuhë e dur të tallja dhe përqeshja e cili do shqiptari. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Jo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bastian. Urdhroni, ju lutem, flisni. Është problemi për këto televizionet, duke ju referuar ti zotërisht që tha pak më përpara. Po. Televizionet duhet jenë të tanshëm edhe gazetarët gjithashtu, por faktikisht nuk janë ashtu. Po. Për shembull, siç pretendon ai për shembull për Karda Bolinon, unë mund të them për Syrin, për News 24, do të thonë që nuk kanë qëndrime të qarta, të sakta, do të thonë që shërbejnë për gjithë një lloj. Dhe kjo ndodhe me sektorin e politikës përgjithsisht. Edhe te politika kryesisht. Prandaj me fjalë nuk është për të çuditur kjo me fjalë. Ai Baba Ramo me fjalë mund të shkojë te Syri, me fjalë, sepse andaj ka Syri në vaj më duket, sepse nuk është ndonjë gjë ku të di se çfarë. Qartë. Mirë do ishte që t'ishe shumë gjithë në shërbim të njerëzve, do të thonë jo pahëshëm. Mirë do t'ishte ato televizionet bërë më të paanshëm dhe veç të tjera kur fokusohen në problemet e qytetarit. Kur të dëgjoni me, do të thonë, në mushës e mendja dhe këto me gjithëmend, janë të paanshëm dhe shërbejnë mirë. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju ndërhyrjen tuaj. Kemi dhe pak minuta të tjera në dispozicion për ditën e sotme. Urdhroni. Mirëmëngjes, urinë për emisionin. Mirëmëngjes, urdhroni, flisni. Në lidhje me gazetarin Baba Ramo, unë nuk e di tash Shqipëria është një vend ku njeriu ka frikë, thotë vetes njeriu, ku maskaret, budallet dhe kriminalët drejtojnë shtetin. Unë shoh deputetët nuk flasin, shoh te Partia Socialiste. Janë të gjithë ushtarë bindur, nuk flasin për skandalet që kanë ndodhur për kaq vitesh me fjalë. Se si injorohet ky popull, se si po shtrojnë këta pensionistë, se si shkatrojnë bizneset, se si grabiten pronat dhe kemi çdo ditë dhe pjedit flasin fjalën, tamam ashtu siç është realitetin, dhe të largohet, të denigrohet, të poshtrohet vetëm Shqipërinot. Do të ngrini zërin dhe ju gazetarët, dhe për se aq keni forcë vetëm ngrini zërin nëpër media, të bëni çik problem kjo punë. Ore ne jemi më kishe në kone diktaturës me këta, bedurinat e komunizmit. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju reagimin tuaj, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto pak minuta të tjera në dispozicion. Urdhroni. Mirëmëngjes, Adolfos. Mirëmëngjes, mirë se erdhën në emision. Unë jam shumë të shpëruar, o zoti Bashkim. Po? Qytetar jam i Tiranës, qytetari i Shqipërisë, po si të them, si ku më persekuton me i politikanë sektuar. Unë jo, dim ekonomike jo, prona jo, se kam e ta motra e një vlajtëm një monjë si po, bashkarisht kene paguar këtë nga $10,000 në përgjyqje, dhe fund fare të një hektar si nana i në Vlorë, dhe i mori ato $10,000 nuk, e formuloj që e formuloj sekretarja, vendimin e gjykatës, e janë që mund specialistët e kryeministrisë për këtu në apel. Ka më të përsevit që vete, vazhdimisht atjere pasere, po të 2017 angele, nuk jo vishë pare, por 2020-2021, ku e kemi ne që kemi datën që duhet të sektorët, që kemi edhe ne, kemi qërë dokumentat që kërgaj, sa kemi gjatë, kemi më të marë, a i Qitë Kosani, gjyshim, dhe Sofie Kosani, në dhërmi janë të fundit që nuk kanë marë, të gjithë kanë marë, vetëm gjyshi kanë gjerë. E pra, më falë, që u zhjata e 1 minutë të lutë. Po, flisni. Qitë Kosani ishë tip me si quen ka, tip këtu, ka që njëri mirë do më që nuk shfryzon të njerëz, nuk shfryzon të punën, trao në punën dhe tjepa punë të mirë, dhe jorë, Kosovar të ishi, këta, edhe për tite punë pepërin, pakuan të më në ekstra, po të shto shpalë që është aty, një shpit të kontme ka, 2 loma, që ja kena lona si quni qajtë, me ato një për e qartë, unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimin tuaj, t'i lëm dhe 2 minutat e fundit dikuj tjetër.
Vazhdojmë të presim telefonatën ndoshta të fundit. Urdhroni. Mirëmëngjes. I gjoj gjithë ta që ankohen dhe kanë të drejtën e tyre që ankohen. Po? Po unë shtroj pyetjen. A fluturon pula pa kokë? Ky është një popull si pula pa kokë. Pse ka arritur në këtë figuracion? U janë sindikatat. Një popull që s'ka sindikata është që pula pa kokë, zotin Bashir. Dhe sindikata ta i ndanë në dy pjesë. Konfederata e pambarë. Pra, kush do të drejtojë popull? Ta drejtojë Sali Berisha, apo Edi Rama? Qartë. Që vini talët biri Saliu të hynde dite në... Pra ju thoni që është një mungesë shumë e madhe e mbrojtjes së interesit qytetar, mungesa e sindikatave dhe e shoqërisë civile, siç duhet. Të lutëm. Po? Të lutëm. Po? Të gjithë këta dhe mediat. Dhe mediat. Po të shikosh, të vizosh gjithë mediat, janë turru hajdutët e vjetër të bëj luft me hajdutët e ri. I them, a një Musajt, me që ishtë kryetar i shoqatës të Tomori. Po. Dirë shikoj njëherë malin e Tomorit që po shqyët nga gurët e me merda. Po ka shkruar gjitha të shkrime në gazetën Telegraf. Lutëm, e kam shikoj të i lezon, unë i gjoj gjitha gazetën. Po pra, të mbarojmë. Dhe sot atje, të lutëm mërë bashkim. Pra, se tani kemi një kohë të caktuar. Unë e di që ti ke shok e një. Atëre, koha kalon dhe do të mësojmë që brenda 2 minutave të themi mendimet tona. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimin tuaj ashtu siç e keni, kritikën që keni për kolegun ton botuesin që e keni nga anët tuaja, me sa duket, do t'ja përcjellim, megjithëse ai shpeshherë ka bërë të shkrime që ju sugjeroni, por sidoqoftë këtu ne mbajmë shënim gjithçka që thonë qytetarët dhe bëhemi interpretë të zërit të tyre, sepse që të gjithë së bashku duam një realitet akoma më të mirë. Këtu përfundojmë dhe bisedat tona, këtu përfundojmë dhe emisionin për sot. Bashkë do të shifemi nesër. Mirupafshim.